Exola Sheu, Euronews Albania. Pyetjen e parë kam për ju, zonja presidente. Për vite me radhë, Bashkimi Evropian ka thënë se dera është e hapur për Shqipërinë, por kjo derë nuk po hapet ende dhe shqiptarët janë lodhur duke dëgjuar vazhdimisht për procese, për kapituj, për negociata. Kur do të hapet kjo derë dhe çfarë ka mbetur ende për të bërë? Pyetja për ju, zoti kryeministër, është për të njëjtën çështje. Ju shpesh keni kritikuar Bashkimin Evropian për burokraci. Sot besoni që Bashkimi Evropian me gjithë burokraci do të mund të antarësojë Shqipërinë në 2030-ën? Faleminderit. So we always are saying rightly so that themi me të drejtë që fushi i zgjerimit është një proces që bazohet në meritat dhe këto merita që Shqipëria meriton janë të dukshme tani. Siç e thashte në fillim, është një proces normal i hapjes së grup kapitujve dhe të punojmë për reformat në mënyrë që të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian. Për mua, dua të them, është mjaft impresionuese të shikoj për shpejtimin, shpejtësinë që kemi kaluar në 2-3 vitet e fundit dhe jam gjithmonë e impresionuar me ju, zoti kryeministër, dhe me popullin shqiptar që më thonë po, ne duam të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, të bëhemi antar, po e dim që këto reformat janë për ne në mënyrë që të forcojmë demokracinë dhe të forcojmë vendin tonë. Dhe prandaj kjo është e dukshme dhe e bërë këtu në Shqipëri sukseset e viteve të kaluara. Unë përmenda SEPA, përmenda roaming, por gjithashtu dhe planin e rritjes që është në fakt po funksionon mjaft mirë në Shqipëri. Do të kemi tani konferencën e investimeve. Të gjitha këto janë hapa pozitive përpara. Prandaj unë mund të them vetëm që jam e impresionuar thellë nga shpirti këtu që gjej, nga fryma që gjej këtu në Shqipëri dhe jam shumë të përqendruar në ambicien tuaj që deri në 2027 Shqipëria të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian.